Kryeministri Edi Rama ka publikuar të dhënat e vitit 2026 të indeksit global për performancën mjedisore, ku veçon se Shqipëria renditet e para në Ballkanin Perëndimor dhe 46 nga 177 vende në botë për progresin gjatë 10 viteve të fundit. Me raportin e Environmental Performance Index, kreu i qeverisë krahason dy periudha të shtetit, në dëm dhe në mbrojtje të natyrës. Rama vlerëson evolimin e Shqipërisë edhe mbi arsyet pse protestohet. Pavarësisht çdo egzagjerimi, manipulimi apo instrumentalizimi politik që ju bashngjit atyre protestave, është në vetvete një arritje e madhe e shoqërisë. Sepse prania e aq shumë njerëzve që shqetësohen për flamingot, për lagunat, për pyjet apo për biodiversitetin, tregon se bashkë me Shqipërinë që ka ndryshuar, edhe shoqëria shqiptare ka ndryshuar. Kjo është fitore qytetërimi. Kryeministri Rama refuzon të pranojë zhurmën virtuale që cilësonte Shqipërinë armike të natyrës, por thotë se kush punon edhe gabon dhe e sheh lëvizjen e flamingove ngacmim për reflektim. Edhe ne kemi gabuar, edhe ne kemi shumë për të mësuar, edhe ne kemi ende shumë për të përmirësuar. Dhe një kujtesë se do të dëgjojmë më shumë, të korrigjojmë më shpejt kur është e nevojshme dhe të mbrojmë me edhe më shumë vendosmëri ekuilibrin mes zhvillimit dhe natyrës, reflektimi i premtuar për atë që na vuri përpara pasqyra e bulevardit të flamingove është jo vetëm i nevojshëm, por i domosdoshëm. Edi Rama sjell në mendje kohën e para një dekade, ku sipas tij Shqipëria ishte vendi barbar i prerjeve të pyjeve, i gjuetisë së egër ndaj shfarosjes së specieve dhe një shteti që nuk kishte mundësi dhe as vëmendje ndaj mjedisit.